do jem aktiv sot mbrëmje dhe do performojmë bashkë me mikeshën time, Leonora Jakupin, edhe besoj që kemi me kalu mirë, besoj që edhe ato që do vinë do arktohen, ambientin janë shumë i mirë, do jemi në Nobel të Drenasit, dhe kështu që vjetë kemi qenë në Skënderaj si vjetë jemi në Drenas, edhe shpesher për na kritikojnë mua Leonorën për shkak që ne vim nga rajoni Drenicës të dytë, dhe po thojnë që nuk po dilni prej rajonit. Nuk është për ata, po kur buat rezervimi, po buat shumë ma herët, për shembull, për 8 marsin e vitit tashëm, ose nëntorin në festat e nëntorit, ose në përgjithësi, dhe me thonë, kur të rezervojnë për një bagi ma herët. Edhe kështu që nuk do thotë që ka me performu me Leonorën në Drenic, pse jemi që ati rajoni, po për shkak që është bërë ma herët për në timi. Përse që keni pas edhe thirrje tjera të shumta për atë arsyeve që është komentu pas taj, Shumë ta normal që jemi bagit kërkum, dhe ndoshta edhe pse jemi të dashur për publikun, dhe kemi pas bukur mirë kërkesa, por dhe me thonë ka qenë ajo ma herët që na është rezervu nga i restorant. Po më përgjithësi, raportet me Leonora Jakupin e ceke që jeni shpesh edhe në mbrëmje muzikore bashkë, po ju shohim edhe me projekte të shumë të bashkësisht, bashkëpunimi me të. Me Leonorën kalojmë mirë, edhe është një këngëtare, ta thëmë, që dallon ndoshta prej shumë këngëtarëve të tjera të estradës. E vlerësoj mas pari atë njerëzillakun e saj, anën njerëzore, pastaj artistike, dhe bashkëpunimet i kemi, ta thëmë drejtën si motër e vlla. Ashtë e thjesht shumë për bashkëpunim, një ashtu jam edhe por se cili njeri i kemi pak ato veset tona e sene, po të me thonë, zakonisht mbrëmje që janë festa, kryesisht i kam me Leonorën, dhe jenë mësu edhe publika, në me thonë, me na po bashkë, edhe për qëta janë edhe kërkesat. Po nuk do thot që unë nuk bashkëpunoj me këngëtare tjera në për festa. Ju ka Kuqi, Nili Malen e tjera, shumë këngëtare tjera. Kështu që i vlerësoj gjitha, po shumicën, dhe me thonë, këtu që a i përmena, ja vlerësoj anën njerëzore. Me Leonorën, normal, jemi lidhe, jemi po thash edhe më herët, jemi mësu audienca me na dëgju bashkë, edhe kanë dëshirë të na shohin bashkë, për shkak potpurive sene. Po ndoshta edhe vëjmë kimi të mirë tek publika. Po më përgjithësi asim një person mjaft social, ke qef bashkëpunimet, ke qef edhe këtë pjesën e njerëzillokut që e ceke, je edhe një person që ke qef me ndihmu me bo mirë në përgjithësi. Sa jemi në këtë pjesë të mirë si shoqëri? Une, ta thëmë drejten, jam shumë i lidhur me publikun. Ndoshta e di që lodhem, e kisha ditëlindjen, e kisha me të 27 javën e kalu me Pyljen, me 27 shkort, edhe ta thëmë drejtën, ndoshta dikun për një 1000 ca SMS-a këm pas. Edhe isha në Gjermani, për ma bana i qunë për cellën. Tha, po të bane një post falenderimi e sane. Po nuk e di ju mësu Lorinda, ju mësu personalisht, mja u këthy gjithve. Edhe mendoj që nuk i komet dikuj borç, edhe jam i lidhun shumë me njerëzit.